Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha vizitoi tregun Dinamo në kryeqytet e diskutoi me sipërmarrësit programin e Partisë Demokratike për biznesin e vogël. Berisha u premtoi tregtarëve se pas 11 majit nuk do t'i lejohet bashkisë të vendosë taksa më të larta se 1% e xhiros. Bashkisë që vend taksa absurde gjerë në 8 dhe 10% të xhiros, kur nuk do mund vendos taksa mbi 1% të xhiros. Berisha u premtoi tregtarëve uljen e çmimit të energjisë elektrike e të ujit për bizneset. Energjinë do e ulim. Sa e paguhet tani energjinë? Do gja 168.000 lekë. Atëherë ne do ta pjestojmë për të. Ne do ta shesim energjinë biznesit me 6 lekë. Na 18 lekë. Do të keni juve ashtu që keni. Po, bravo. Nga ana tjetër, kryetari i Partisë Demokratike deklaroi se brenda 4 viteve do të marrë zgjidhje kthimi e kompensimi i pronave. Të garantoj që brenda këtij mandati do marrë zgjidhje e plotë përfundimtare, pronat dhe përmbjekët. Më herët, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha firmosi një kontratë me sindikatat e Shqipërisë, nëpërmjet së cilës opozita angazhohet që brenda 100 ditëve të para të qeverisjes të përmirësojë situatën ekonomike të qytetarëve, duke nisur nga rritja e pensioneve dhe pagave. Mesazhi i parë që kryetari i PD-s Berisha përsolli në këtë takim është vullneti i opozitës që pas 11 majit të mos ketë asnjë pension më të ulës se 200 euro. Minimumi jetik do të jetë për çdo shqiptar, për çdo pensionist që merr ndën 200 euro, për çdo të pa punë, për çdo person në ndihmë ekonomike, do të jetë 200 euro. Nga ky minimum përfitojnë mbi 560.000 pensionistë të cilët janë me pensione të pjesshme. Sipas Berishës, aktualisht buxheti ka të gjitha mundësitë për të përballuar faturën e rritjes së pagave e pensioneve nëse i jepet fund abuzimeve.